Elbasani ka nderuar sot në 70 vjetorin e çlirimit 286 dëshmorët që dhanë jetën për atë dheun në një ceremoni me pjesëmarrje masive të familjarëve, veteranëve dhe të qytetarëve. Është nderuar kontributi për lirinë e vendit i dëshmorëve dhe veteranëve të qarkut. Drejtues të pushtetit vendor kanë vendosur kurora me lule në lapidarin e varrezave të dëshmorëve, duke përcjellë edhe urimin e rastit në këtë përvjetor të rëndësishëm të çlirimit të vendit. Prefekti Arben Kamami ka mbajtur fjalën e rastit. Në vazhdim është bërë një parakalim tek varrezat e dëshmorëve të atë dheut, si ata të luftës, ashtu edhe dëshmorët në kohën e demokracisë. Është vizituar muzeu duke shkëmbyer urime në këtë ditë të shënuar dhe përvjetor të rëndësishëm të historisë së Shqipërisë. Të nderuar veteranë dhe veteranë, pasardhës të familjeve dëshmorëve, të nderuar zoti kryetari i Bashkisë, të nderuar deputet, të nderuar përfaqësues partive politike. Më lejoni që në emër të institucionit prefektit të qarkut e Elbasanit dhe në emrin tim të uroj gëzuar 29 nëntorin festën e çlirimit të dheut nga pushtuesit nazifashist. Historia e kombit tonë është e mbushur në shekuj me luftra dhe përpjekje kundër armiqve pushtues. Nuk ishte kaluar shumë kohë që shqiptarët kishin shpolur pushtuesin e fundit dhe në trojet e tyre erdhi përsëri prilli 1939. Shqipëria ishte një ndër sheshbetejat e para të fillimit luftës së dytë botërore. Pushtuan tokën, por nuk nështruan kurrë shpirtin e irdasur të shqiptarit. Bijtë më të mirë i dolën zot popullit të tyre tokës së të parëve. Lufta nacional qeveritare është nga epokët më të lavdishme të popullit shqiptar në luftrat për liri. Ajo vuri themelet e aleancave me mbështetësit tanë, ata të cilët na përgatitën dhe na pranuan në bashkësinë më të fuqishme të mbrojtjes në botë, në NATO. Ne ditëm të renditemi në kaun e të drejtës, në kaun e progresit dhe të fituesve. Lavdia i përket atyre që ditën të përzgjedhin dhe nuk kursyen ta veten e tyre për të ardhmen në atë dheu. Sa më shumë kalojnë vitet, aq më thellë shtrihen rrënjët e lavdisë kombëtare, të vaditur me gjakun e dëshmorëve dhe aq më lart rritet pema e lirisë e ushqyer me përpjekjet dhe sakrificat e popullit shqiptar. Na takon ne të mbajmë gjallë lavdinë e atyre që u martirizuan. U takon gjithë brezave pasardhës të ruajnë dhe të çojnë përpara lirinë dhe begatinë e atë dheu. Megjithse të pakt, ka ende dëshmitar të luftës nacional çlirimtare, i nderuar me medaljen e artë në 70 vjetorin e çlirimit, Abedin Begolli, 89 vjeç, falenderon për vlerësimin. Si partizan i vjetër që ka marrë pjesë në luftën nacionale çlirimtare, që ka qenë një luftë me sakrifica edhe me vuajtje të mëdha shumë. Një nga ata jam edhe unë i 43-s. Edhe ka marrë pjesë në 2 operacionet të janarit 24-s, të qershorit po 24-s. Edhe ne dimë se sa kemi vuajtës, kemi qenë me gjak dhe me sakrifica. Nuk dekuron ata partizan apo ata trima që kanë dhënë jetën, po presidenti dekuron kriminalët e luftës. Abbas Kupin, kriminal e të tjerë. Nga Ministria e Mbrojtjes ju ka sjellë këtë dekorat? Këto na i dërgoi Ministria e Mbrojtjes. Edhe na erdhi me postë në shtëpi, me postë, me adresë të rregullt, edhe erdhi. Më pas është organizuar dhe një ekspozit me këtë rast në hollin e teatrit Skampa. Fotografi të radha janë ekspozuar në stenda duke tërhequr vëmendjen e vizitorëve të shumt. Në vazhdim, Bashkia Elbasan ka menduar të ndriçojë qiellin me fishek zjarre për ta mbyllur me një koncert në teatrin Skampa këtë përvjetor të shënuar të historisë së Shqipërisë.